bashkëbisedimin e qytetarëve dhe të partive të tjera, sepse funditës ne dim shumë mirë që mbi 80% e qytetarëve në aspektin strukturor nuk janë të antarësuar në parti politike, por dhajnë besimin e tyre edhe ndaj individit apo edhe ndaj partisë, ku në disa raste ku nuk ka hyrë partia e tyre në pushtet apo në balotazh këtë rast, sigurisht që ka mundësinë dhe m'ia dhënë Partisë Demokratike të Kosovës në këtë garë. Unë besoj që bazë takimeve që jemi duke i rritur dita ditës, Partia Demokratike e Kosovës do të dalë triumfues në Prizren, në Mitrovic, do të dalë triumfues në Vushtre, por edhe në komunat e tjera siç është edhe Klina edhe Dragashi, besoj që do të dalim mirë, por sigurisht që është më sfiduese kjo garë, sepse ka një diferencë pak më të madhe, por ne kemi po që balotazhi mund të surprizoj shumë kanë. Besoj që nëse i bojnë komunikimin e duhur me qytetarët dhe i tregojnë përgjithësi një përgjegjësi të madhe ndaj programet që ata zotojnë, sigurisht që kanë mundësi edhe me fitu edhe besimin e tyre dhe votën e tyre. Zoti Lushtaku, si do të veproni në Prishtinë, marr parasysh që vota e PDK-s është përcaktuese, nëse i referohemi pozicionimit eventual. Tani nuk e dim se sa mund shkojnë tamam, sa mund të komandohet një votë që është e madhe, megjithatë e zotit Uran Ismaili, por edhe nëse nuk është tërësisht e plot, gjithsesi e bën dallimin edhe kësaj radhe. A jeni përcaktuar të mbështesni kandidatin e Lidhjes Demokratike të Kosovës përballë Ramën, apo ende nuk ka një vendim të tillë? Kam unë informuar dhe tash nuk ka një vendim ende. Është e vështirë realisht, sidomos për kryeqytetin, meqenëse se edhe LDK-ja dhe vetëvendosja janë provu në pushtet, dhe realisht për neve është shumë sfiduese, mi thonë edhe qytetarëve dhe elektoratit tonë votoni nënën nga subjektet, ku e dim shumë mirë, sidomos edhe zotë Qeku, që realisht ka ardhur nga një qytet tjetër, në kryeqytet për të udhëhequr qytetin. Lushtaku, Prishtina është e të gjithëve. Prishtina është e të gjithëve. Ka bënë një mrekulli të madhe në punën e tyre. Unë besoj që partia Dega në Prishtinë do të vendosë në këtë aspekt. Sigurisht, ne si deputet të Kuvendit të Kosovës kemi mbështetës në gjithë Kosovën, duke qenë se Kosova është një zonë zgjedhore dhe me të vërtet unë personalisht kam vështirë me thonë mbështetë këtë kryetar apo këtë kandidat. Po që si ju thonë, Mërgim, tregon aty kë duhet ta mbështesim. Çfarë do të vendosje ti? Sigurisht për mua është të vështirë, por unë do të lë deri në momentin e fundit me vendos. A deri në momentin e fundit? Pastaj të vendosësh për përballë Ramën apo si? Unë do të vendosi për orientimin më të mirë të programit dhe për ata që mu bind më shumë se cila është një armë më e sigurt për komunën e Prishtinës, sepse besoj që edhe qytetarët, sidomos votues të cilët kanë votu subjektet e tjera politike, nuk mundën letë me vendos për një kandidat për kryetar. Besoj që deri në momentet e fundit do të jetë përcaktues se si do të sillen në debate, se si do të komunikojnë edhe me strukturat e partive të tjera. Kështu që është e vështirë të thuhet. Sigurisht që nuk kam ndonjë preferencë për vetëvendosjen në këtë aspekt. S'ke për vetëvendosjen, a? Këtë isha duke ta bërë një pyetje, thash. Këtë isha duke të pyetur, thash, mos ndoshta jetë duke i lënë të hapur mundësinë që ta mbështesësh vetëvendosjen, këtë. Jo s'pilot hapur, ato s'mëj të votu. Aty për mshel. Do shta kishta flajt atë ditë, po sigurisht që do të shohim edhe njerë dhe në momentet e fundit se si do të rëntohet. Okej, kam pyetje dhe komente këtu në studio. Lushtaku është bashkë me neve dhe ne e vlerësojmë këtë. Nisim me zotin krenar Shala, këtu urdhëro djathtas. Përshëndetje. Po kërkoj falje, ndoshta pendroj temën, po jemi në këtë cikël zgjedhor dhe nuk po mduket që ka shumë dallim, sepse njëra ndaj tjetrës ndikojnë dhe anasjelltas. Më shumë po du me përqendru pyetjen në zgjedhjet qendrore që pasojnë. Qendrore dhe pamundësia për të krijuar qeveria.
Tashti kritika me ven është që pse vetëvendosja i boni kërkesë veç LDK, se nuk i boni edhe partive tjera,